Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje çfarë është puna me hijet. Këtë do ta ndaj në 5 pjesë dhe në çdo pjesë, duke qenë të vëmendshëm, ju do të merrni atë që keni nevojë për shpirtin tuaj. Vetëdjesimi që është 70% dhe 30% si shpirti juaj ju drejton që të veproni çdo ditë të jetës. Shpirti është që na do më shumë dhe kërkon rritje, zhvillim. Kujtoni vetes sido që të jeni, çfarëdo lloj sfidash që keni kaluar, ku jeni. Dhe një nga mrekullitë është që herët ta vonë ne që të gjithë do lidhemi me shpirtin tonë. Dhe ndoshta ju që jeni këtu, jo ndoshta, po ju jeni të lidhur. Mësoni që gjithçka që bëhet fjalë në këtë shekull është për ekuilibrin që do të arrihet midis diellit dhe hënës, midis energjisë maskullore dhe energjisë femërore, midis kokës dhe zemrës. Ndoshta keni dëgjuar për martesën shenjtore. Kjo nuk është se është me të vërtet një martesë e vërtet, por është ajo që ne, duke vazhduar këtë proces, që do të thotë, do të hyjmë në thellësi me veten tonë, që do të thotë të reflektojmë për të zbuluar të vërtetën e vetes tonë, që do të thotë një proces që të gjithë të përqafojmë kundërshtimet, kundërshtarët që kemi në brendësi, për të sjellë në ekuilibër energjinë maskullore që është mendja aktive, elektrike, vepruese, ashtu sikurse me energjinë femërore që e kemi në brendësi të trupit tonë, që është ky trup për të cilën ne nuk e shohim me syt tanë, sepse atë që shohim ne, shohim nga pamja jashtme, me tul e me miq. Dhe ajo që kujdesemi vetëm atëre për këtë trup, edhe ku flas trup, flas shpirtin, sepse shpirti është fryma. Kjo frymë është karburanti. Edhe i selisë së shpirtit është zemra, kjo zemër astrale, neutrale, që mban emocione të mrekullueshme, për të cilën të kuptoni që në momentin që ne që të gjithë pranojmë dhe ndjejmë atë që trupi jonë na tregon, vetëm atyre, pra duke qenë të njashëm me mendjen, vetëm atyre ku nuk kemi fuqi. Dhe kjo është si rezultat dhe asaj që unë po shpjegoj këtë video, çfarë janë hijet. Ndërkohë të kuptoni, sa më shumë ne t'i pranojmë dhe t'i sjellim në ekuilibër këto dy energji, ne jo vetëm qapim zemrën, por ne lidhemi me unitetin tonë, me fuqinë unike hyjnore dhe me thellësinë tonë të brendshme, që sa më shumë në ekuilibër të jenë këto, aq më shumë ne ecim në rrjedhën e jetës, së vetëdijes kozmike dhe të tokës mëm. Pra ne do të arrijmë në vetbesim, ne do të arrijmë në fuqinë tonë, duke qëndruar në dy këmbë, në tokë dhe me kokë lart, me bukurinë e vërtetësisë së jetës. Por që të arrihet këto, një pjesë e higjienës së shpirtit është dhe pjesa për të cilën po tregoj. Si të veproni me hijet dhe çfarë janë hijet në të vërtetë, duke treguar në përgjithësi pjesën e parë. Hijet nuk janë as fantazma,
nuk janë asë të këqija, por janë energji që janë në mendjen tonë, që janë në trupin tonë, në shpirtin tonë, ku ne, si qenie njerëzore, nuk i njohim, nuk i pranojmë dhe nuk i shikojmë. Por, ju lutem, mos kujtoni, sepse edhe nëse ne i fshejmë këto hije, nuk ndikojnë në trupin tonë. Herët avon, që të gjithë do të lidheni me shpirtin, herët avon, që të gjithë ne jemi lidhur me shpirtin, dhe kur, vetëm atere, kur ne i sillim shpirtit probleme, pra në lidhje me organet. Ndërkohë të kuptoni që këto hije që ne i kemi, edhe pse janë të fshehura, janë si një bagazh i vjetër në trupin tonë, si një ngarkesë që gjatë të rritshmërisë tonë na thithin energjinë, na bëjnë pa fuqi, dhe si sëmundje të ndryshme, dhe si në përmarrëdhënie të ndryshme me situata ngjarje të pakëndshme, të papranueshme, të vështira, ndoshta dhe që ndjehen me dhimbje. Janë këto hije për të cilën në mënyrë të pavetëdijshme i kemi në këtë trup multidimensionar, për të cilën, për një pjesë që akoma flen gjumë, por dhe ne që jemi lidhur me shpirtin, në fillim ne vazhdojmë me mendjen, pra me egon, me kritikën, me gjykimin që e bën mendja, se do të justifikoj, ndërsa për ju që jeni lidhur me brendësinë tuaj, me shpirtin tuaj, dhe tani po reflektoni, ju e kuptoni që këto hije ishin si rezultat i pavetëdijes, i asaj që ne e mohuam pa e kuptuar atë që njihet shpirti jonë. Ne i që të gjithë jemi me shpirtin. Me shpirtin e erdhëm në këtë tokë, me shpirtin do ta lëm. Por ne e mohuam për faktin që ju do të vazhdoni t'i ngjoni në këto video. Dhe një nga mënyrat që ne mohuam shpirtin është mbyllja e zemrës. Ndryshe harresa e shpirtit që na do që të gjithëve. Mësoni që ajo që do të arrim është në këtë shekull, dhe sidomos dhe në këtë vit, ne jemi të ftuar që të gjithë të lidhemi me veten tonë, me qëllim që të vazhdojmë të hapim zemrën dhe për një pjesë dhe të lidhemi me zemrën. Dhe sidomos në 26 prill, hyn planeti i Uranit në shenjën e binjakut, dhe binjaku e kemi që të gjithë. Janë për të sjellë në harmoni, ekuilibrin e magjisë së pastër të gjithçkaje, që do të thotë lidhja me, në këtë rast, dy energjit, mashkullore dhe shpirti, që i kemi që të gjithë, mos u nisni nga gjinia, kemi që të gjithë mashkull femër, dhe të kuptoni që kjo është për arsye, sepse jo vetëm ky vit është viti universal që drejtohet nga dielli, dielli është dhënësi i jetës tonë, është ajo që ne vazhdojmë çdo ditë, pa diell nuk ka jetë, është zjarr, është ajo që ne si paraqitemi në këtë tokmë gjatë ditës, çdo gjë, ndërsa gjatë natës jemi të lidhur për të rikthyer energjinë që kemi harxuar gjatë ditës, që do të thotë e kemi është në nahën. Mësoni që në këtë kohë është një vetëdije e lartë në planetin tonë, sepse vellua e hijeve është duke u fshirë, këto po dalin në sipërfaqe dhe mos ju vi çudi që i kanë konflikte, kriza, luftra, jo vetëm nga ana kolektive, por nga ana edhe personale. Në fund të fundit ne jetojmë në këtë planet. Mësoni që ajo që ta kuptoni është si një shembull, që të gjithë
ndoshta keni parë dhe keni vëre, ose vini re, një kazan i mbushur me ujë. Kur ju e shikoni kazanin, uji duket i pastër. Po në qoftë se ju e jepni një goditje kazanit, çfarë ndodh? Dhumrat që janë poshtë do të turbullojnë ujin. Pra kështu ndodh edhe me ne, me këto, në këtë kohë, me energjit për të cilën dalin në sipërfaqe dhe të kuptoni që këto energji që dalin në sipërfaqe janë ato që na shkaktojnë ne, për shembull një pjesë nga ju ndoshta ndjeni mendërisht, apo fizikisht, apo shpirtërisht të pafuqishëm. Mësoni që këto janë hijet për të cilat ne i kemi që të gjithë në brendësi të shpirtit tonë. Pra i tregova si punë e kazanit, që jo vetëm në eksperiencën e jetës tonë, por që në lindje që në barkë të nënës, ne kemi me vete atë që njihet nga fisi, nga kultura, nga vëndi, pra energji, nga fisi, nga kultura, nga vëndi, nga edukimi, nga çdo gjë që ne, për sa kohë jetojmë, kemi jetuar dhe po vazhdojmë të jetojmë, çdo gjë që ekziston ka ndërlidhje, kështu është krijuar planeti jonë, kështu e ka krijuar perfeksionizmi i mrekullueshëm i bukurisë së vërtetë të jetës, nga burimi i energjisë për të cilën që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë mund të thërrisni Zot univers. Burimi i energjisë që e kemi në brendësi dhe në këtë rast për të gjithë ne, këtë mrekulli e kemi në zemër. Dhe këto hije na tregojnë për të gjithë ju që ndiqni këto video, nëse e keni zemrën akoma të mbyllur apo jo. Mësoni që në këtë kohë nuk bëhet fjalë që zimet do të jenë pra me shkak. Kjo për arsye sepse vibrimi i energjive të vërtetësisë jetës për të gjithë që kërkojnë dhe bëjnë pyetje në lidhje me veten, çfarë po ndodh me ju në çdo lloj situate, të kuptoni që është dhe spontane. Dhe spontan do të thotë për çdo lloj situate, për çdo lloj problemi që ju vjen në mënyrë të papritur, të çuditshme. Ndoshta dikush nga ju pyet, por si ta di unë që kam hije? Përgjigja e parë është, ju që jeni duke ndjekur këto video, ju jeni duke marrë mësimet e hijeve dhe në këtë rast, është që po fusni kodimet e vërtetësisë të mençurisë vërtetë të jetës dhe 70% veçërimi juaj është vetëdjesimi dhe 30% është si ju, vetë ju, sepse hijet janë në trupin tuaj. Diana ju frymëzon, Diana ju tregon se çfarë dhe ju bën, ju jep këtë energji. Por jeni ju si e ndjeni këtë energji dhe si ju bën shpirti juaj. Nëse e dëgjoni, nëse e ndjeni, a ju drejton. Dhe në këtë rast, të kuptoni, Diana ju ndihmon përsëri me një mantër. Mantra është e gjuhës së shpirtit. Kjo mantër është na lidh ne për të komunikuar me dy energjit, sepse trupi jon është multidimensionar, pra ne komunikojmë se jemi me frekuencë të lartë dhe komunikimi, arti komunikimit është që ne komunikojmë si qenie njerëzore, pra me mendime. Por është dhe tjetra që ne jemi edhe qenie me shpirtin erdhëm, shpirtin do të lëm. Dhe që të gjithë, pavarësisht se çfarë ne kemi kaluar, ne bëjmë më të mirën, ne jemi qenie shoqërore, por ne bëjmë atë sa aq sa ne dim. Pra ne bëjmë më të mirën, po aq sa ne dim. Dhe
për gjeneracën time, niveli veti afatit kohor që i ullët. Ndërsa tani është, nëse ju jeni këtu, nëse ju e ndjeni që jeni ndryshe, nëse ju keni pranuar ndryshimet, atëre mantra. Do të thotë që ju jeni gati në univers, ju jeni gati të ecni me rrjedhën e jetës, ndryshimeve, të vërtetësisë së jetës. Pra të lidhjes, sepse ne jemi të lidhur. Ne kemi këtë shtyllë kurrizore në gjuhën shpirtërore, 7 çakrat, të lidhur me qiellin dhe me tokën. Dhe në këtë rast, mbajini shënim. Unë lejoj plotësisht se çfarë del në sipërfaqe. Unë lejoj të i transformoj të gjitha këto emocione që më sjell shpirti im. Dhe puna është në përgjithësi si të veproni me jetë, për të cilën unë do të tregoj edhe pjesët e tjera. Ju do të uleni dhe do të jepni kohë vetes tuaj. Pra bëhet thirrja që ne do të uleni për të lidhur me brendësinë tonë, me shpirtin tonë, me qëllim që të arrim të hapim zemrën, këtë zemër të mbyllur. Ashtu sikurse edhe në qoftë se e keni hapur, do të kuptoni se si të vazhdoni që të çlirohemi nga çdo lloj hije, nga çdo lloj modeli zakoni që nuk na shërben, me qëllim që të lëmë çdo gjë nga e kaluara apo ajo që kemi krijuar dhe gjatë eksperiencës dhe të ecim përpara. Duke marrë mësimet dhe duke marrë të mirat me ato që nuk na shërbejnë, do të mësojmë me qëllim që të mos përsëriten dhe me të mirat të vazhdojmë përpara. Ndërkohë, uluni, merrni disa herë, dhe në këtë rast meditimi i frymëmarrjes. Si do që të jeni, që të gjithë jeni unik, dhe unë nuk e di se ku ndodheni, por është një mrekulli që çdo ditë në mëngjes apo dhe para se të flini, të bëni frymëmarrjen, për arsye se frymëmarrja është karburanti i shpirtit. Është që i ndihmon këtë zemër që të marrë gjak, dhe këtë gjak pra ajrin, dhe këtë gjak këtë ajër të pompoj pra në trupin ton, në çdo qelizë, për të ndihmuar me lehtësi çdo lloj organi, se zemra është neutrale astrale dhe është e lidhur me të gjithë meridianet e trupit ton, me çdo pjesë të trupit ton. Kjo zemër e fuqishme. Mësoni që mbasi ti keni bërë këtë frymëmarrje, 4 numërime e merrni, pra me lehtësi. 4 e mbani, 4 e lëshoni dhe 4 e mbani dhe fillon herën e dytë, fillon dhe herën e tretë, quhet ndryshe dhe frymëmarrja katrore. Mbasi e ndjeni se në momentin që ju merrni frymë, ju jeni lidhur me shpirtin. Fryma është shpirti. Dhe tani çfarë do bëni? Do të përdorni këtë mantër që ju dash, thuajini 3-4 herë. Mbasi ta keni mbaruar këtë, jeni të vëmendshëm se ju jeni duke u ngjitur. Pra ju jeni të hapur, energjia juaj po rritet, po ngjiteni. Dhe në këtë moment vëreni në trupin tuaj për atë që ju pyetët. Pra në lidhje me çfarë kërkoni të dini. Jeni të vëmendshëm çfarë ndjeni dhe si ndjeheni, po shënim, kujdes, mos e jepni atë që ndjeni me mendje. Dhe në qoftë se keni bërë pyetje në trupin tuaj dhe ju vjen diçka edhe në mendim, absolutisht thjesht observo çfarë mendimi, por mos vazhdo, por ktheu në brendësi të shpirtit dhe ndjej si ndjehesh. Pjesa e dytë është, kush është ndryshimi, se ju mund të dëgjoni kudo dhe në çdo, sepse është një epidemi mendore, dhe në këtë rast është dhe ajo tjetra, shumë njerëz kanë zgjedhur të punojnë për veten e tyre. Dikush punon për përfitime, japim akoma egos fuqi, pra botës kapitaliste, ndërsa një pjesë tjetër
Dhe në këtë rast, ju që ndiqni këto video, ju rezoloni se jeni lidhur me shpirtin dhe kërkoni që të planoni, të shëroni veten, të rriteni, të transformoni energjit dhe ndërkohë edhe të ndriçojni, që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë keni një mision dhe një drejtim. Por nga ana ndryshimi, nga ana psikologjike dhe nga ana shpirtërore është. Nga ana psikologjike është që të gjithë njerëzit e kanë dëgjuar që se është rritje e vetëdijes kolektive. Në këtë rast, me psikologjinë, ajo që arrihet është që të gjithë ne, pra për çdo njeri, ka lindur në kohën e fëmijërisë. Dhe këto janë pjesë të mohuara nga vetë ne si person. Pra në kohë të fëmijërisë, atë që ne kemi mohuar si person. Unë nuk e gjykoj psikologjinë, por është vetëm një pjesë dhe është ajo që ne kemi vepruar me mendje. Do ta vazhdoj në vazhdim. Dhe si, le të themi, po marr një shembull të thjeshtë ta kuptoni, dhe pastaj ju e lidhni me atë çfarë ka ndodhur me ju. Mësoni që një djalë është që gjykohet nga prindrit, që nuk është i Zoti, që çan si një vajzë, dhe ky djalë duke marrë këto gjykime, vendosi, pra, si fëmijë, që këtë ndjeshmëri, këtë qarje ta ndrydhi, ta fshehë, dhe në momentin që përdori këtë gjë, çfarë ndodhi? Kjo është që solli hijen. Pra e ndrydhi. Dhe në këtë rast, i vuri zemrës, si thua, bllokim. Dhe mos ju di çudi që djemt tanë nuk e shprehin. Dhe i keni vënë në vdekje, gratë qajnë ose në emocionet. Unë e mbaj mend baba im, kur unë u martova, më ka puthur në ballë. Po një gjë ishte, ai ishte i mrekullueshëm dhe i dridheshe mjekra. Pra i ishte një person se ka qenë me të vërtet me energji femërore, më tepër se energjia mashkullore. Por, se e di, kam bërë shumë video, nuk do të zjas këto, kam bërë shumë video 2-3 vitet e para, dhe kam treguar shumë nga historia e jetës time. Por dua të them që djemt i mbajnë këto, dhe janë më tepër, ata janë më të vuajtur se ne, sepse ne si gra, pra si vajza, në përgjithësi ne i shprehim. Por përsëri e shprehura për sa kohë ne jemi në dashuri në nevojë, është përsëri e lënduar. Prandaj jemi tani që të gjithë ne të ftuar të lidhemi me veten tonë, me qëllim që të hapim zemrën, se këtu është misioni dhe drejtimi i jetës tonë, për të jetuar me vlerën tonë, për të jetuar me atë që ne kemi ardhur në këtë jetë, me një mision, me një drejtim. Në fund të fundit ta jetojmë jetën, se jeta është e shkurtër, dhe nuk kemi pse vuajmë. Ndërkohë është nga ana shpirtërore, kuptimi ka të bëjë që nuk është personale, është jo personale, pra çdo pjesë që ne kemi mohuar, pra nuk e shikojmë, nuk e pranojmë dhe nuk e njohim, është mohuar për arsye nga që ne kemi qenë, pra si thua, është e trashëguar që në zorët, që në barkë të nënës. Prandaj, në këtë rast, nga ana e energjisë, ka të bëj me, edhe në këtë rast, nga ana shpirtërore, me 7 chakrat që ne kemi në trupin tonë. Këto 7 chakra, le t'ju jap këtë pamjen, është kjo, si që shikoni, pra trupi on, 7 chakrat janë këto topat me ngjyrat e ylberit, ashtu sikurse edhe aura jon me 7 ngjyrat e ylberit. Në këtë rast, në këtë figurë të kuptoni që janë të gjithë njerëzit me të vërtet që kanë arritur në ekuilibrin e pastër të 2 energjive, dhe jo vetëm të 2 energjive, por edhe për një pjesë edhe të zemrës, lidhjes me zemrës.
Gjithsesi, që të gjitha këto, pra këto shakra, pra në trupin që janë 7 dhe për një pjesë që i shërbejnë plot fuqisë ynore janë 13-15 shakrat, 5 mbi kurorën, dhe 5 nën yllin e tokës, por gjithsesi që të gjithë ne jemi të programuar dhe që të gjithë shpirti është me një mision dhe me një drejtim sipas grafikut të lindjes që kemi që të gjithë, që në momentin që unë më shëruam në këtë tokë në varësi të diellit, të hënës dhe të planeteve. Nuk do hy nga ana e astrologjisë, sepse unë jam që i plas në lidhje me nënën hën, se si ne shërojmi sepse është nëna jonë shëruese. Është kjo nënë hën që fëmijët tanë e kanë me atë rritën. Se është ndjeshmëria, është e kemi në brëndësi, është kjo energji e mrekullueshme e shpirtit, energjia femrore, energjia e dashur, krijuese, energjia e butë që të Diana unë të dua ty, por është dhe energjia tjetër që e planon bashkëpunimin me mendjen, sepse mendja është që ne komunikojmë. Megjithatë të vazhdojmë. Kjo është që këto topa që i pat janë si truri vogël që punojnë, pra janë shkëputur nga njëri tjetri, por që punojnë me kanë efektin e tyre, kanë nivelin e tyre të vetëdijes, kanë atë që funksionojnë me një qëllim dhe ndërkohë është që të gjithë ne na bën që ne të këto, pra duke u lidhur me këto shakrat, na mësojnë që ne të arrim të jemi si që janë shakra të pavarur, të jemi dhe ne të pavarur. Pra që të gjithë të kuptojmë, duke treguar që ne kemi të mbyllur zemrën, dhe si rasti që tregova me fëmijën, pra fëmija duke u gjykuar nga prindrit, qa bëri? Pra la ndjeshmërinë, pra nuk i shprehu me emocionet, pra blokoj zemrën në këtë rast, sepse zemra mban emocionet e mrekullueshme, dhe në këtë rast dhe të këtij fëmije të mrekullueshme që tregonte të vërtetën, po e shprehte me të qartë, dhe kjo është zemra e bllokuar. Mësoni që nga ana psikologjisë është nga mendja, pra është nga ana personale, por shënim, ne që jemi lidhur me shpirtin dhe ju që po ndiqni këto video, është që ne e kuptojmë tani që shpirti po na sjell në sipërfaqe dhe jetët nga e kaluara, pra që nuk janë personale. Dhe ajo që duhet të kuptoni është që ne e kuptojmë tani dhe çuditemi nga na i sjell shpirti këto, sepse shpirti një pjesë të këtyre hijeve na i ka bllokuar dhe vetë. Ndërkohë, ajo që kërkon shpirti për të cilën ne jemi lidhur, kërkon që ne ti transformojmë këto emocione që na vinë në sipërfaqe, dhe jo vetëm ne me të tjerët, por dhe ne vetë me hijet tona, me sekretet tona, dhe kjo është që të gjithë ne duke i planuar dhe duke i kuptuar që i kemi në brendësi të trupit tonë, është që ne do të kuptojmë që hap pas hapi, duke ndjekur procesin ku na drejton shpirti, si ndryshojnë stinët, ndryshojmë dhe ne, si ndryshojnë fazat e nënës, ndryshojmë dhe ne, dhe kjo është që ne jo vetëm që lirohemi, pra qëllimi jeve, jo vetëm që na të shlirojnë nga çdo energji e bllokuar, por ne arrim të zbulojmë dhe dhuntin dhe talentin tonë. Dhe kjo është mrekullia që ne do të lidhemi me brendësinë e vetes tonë me qëllim. Nuk ka rëndësi mosha, rëndësi ka që në momentin që ju jeni lidhur me shpirtin, ajo që ju sjell shpirti, të vazhdoni hap pas hapi me veten tuaj, në lidhje me veten tuaj, me qëllim që të çlirohemi nga çdo lloj hije, dhe jo vetëm pas psikologjisë nga ana e mendjes, por edhe me shpirtin tonë që i kemi të kaluar në zorët e barkut. Dhe këtu është ajo që duke u çliruar nga çdo e kaluar që nuk na shërben, që është karme vjetër, që e kishte marrë që në bark të nënës dhe në vazhdim, është që ne do të arrim në fuqinë tonë, do të rikthejmë fuqinë tonë. Pra nuk ka rëndësi mosha, në momentin që ju lidheni në fuqinë tuaj, ktheni energjinë tuaj, ju jeni dhe 20 vjet më të rinj. Dhe jo vetëm kaq, po ju manifestoni bukurinë e jetës. Ndërkohë pjesa e tretë,
Si të kuptoni problemet e hijes? Problemet e hijeve shënim, si pas mëndjes, si pas psikologjisë, ju kur nuk mund t'i arrini, sepse këto kanë të bëjnë me besimet e pa ditura, të kufizuara, dhe ndërkohë edhe me energji të bllokuara. Dhe pyetja është, si ta kuptoni? Thjesht, Diana, në botën e jashtme, parazimit, ishte e butë, ishte e zgjelshme, por në momentin që Diana ishte në një situatë, në një ngjarje, për të cilën ndodhte me një shkak, pra vinte nga një shkaktar, Diana ishte, pra silleshe me impulset e egos, me krenarin, dhe një nga besimet që kishte Diana ishte unë nuk do të lejoj kërkën të më lëndoj. Këtë e kisha krijuar që në kohën e fëmijërisë dhe kam pas një rritje në jetën time që e kuptoja që nuk ishte jeta ime, por edhe nuk më interesonte jeta në botë. Nuk më interesonte, sinqerisht. Pra, si të thuash, zemra ime ishte e mbyllur, isha e vdekur, unë kam jetuar, por nuk ishte jeta ime. Pra jetoja me pavërtetësi. Dhe kjo ishte që unë nuk dija si t'i punoja këto emocione. Dhe ajo që e para, pra ishte që unë ndryshe sillesha me pavërtetësi, sepse kështu më donte shoqëria dhe të tregoja që unë isha e lumtur dhe pa e kuptuar duke gënyer veten, unë bllokova zemrën. Pra pavërtetësia bën që ne të humbim veten. Dhe e dyta është, me zimin e shpirtit, unë kuptova, me zimin e shpirtit, se isha në rolin, nuk e dija se çfarë po ndodhte me mua, unë besoja, por nuk e dija se çfarë po ndodh, dija vetëm një gjë që nuk jetoja, edhe pse kam jetuar, po e ndjeja që ishte një boshllëk. Dhe kjo kudo, në çdo lloj marrëdhënie, sepse edhe në familjen time, unë jam njerëz të mrekullueshëm, por unë tregoja gjithmonë të vërtetën, dhe kur e tregoja të vërtetën, që mërziteshin me mua, edhe u shpesh thoshe pro vetes time, po ndoshta nuk bëra mirë, që pse se e vërteta lëndon. Dhe duke jetuar me pavërtetësi, sigurisht atë kërkoni pavërtetësi, ndërsa unë tregoja të vërtetën i lëndonte, dhe kjo është që edhe unë, pa e kuptuar, lëndoja veten, sepse e gjykoja nuk bëra mirë e tjera, gjithsesi kjo është që ishte egua. Tjetër është, unë kuptova me zimin e shpirtit që çdo lloj marrëdhënie që unë kisha, unë me të gjithë që jam, sepse misioni i shpirtit është që ne ndihmohemi, prindrit më ndihmuan, pavarësisht se si, në shkollë apo në shoqëri, në rritje, në marrëdhënie romantike të tjera, kuptova që unë të rroqa energji të ulta, në këtë rast, energji për të cilën isha e lënduar dhe të rroqa lëndimin. Të rroqa atë që drama, trauma, apo sigurisht unë kam pasur një proces të vështirë, apo në lidhje me një ego të aq të, pra, okay, frikën nuk e kam njohur, por ka qenë një guxim që me të vërtet prej budalli, pra në kuptimin e asaj, në fundit jetoja. Dhe sigurisht me ego pa ego unë duhet të paraqitesha në këtë sistem. Dhe e tjetra është që unë ndjeva dhimbje gjatë gjithë jetës time, por këto nuk ndodhen pa shkak. Në fund të fundit e zgjodha unë, por ishte shpirti që do merrja mësimet karmike, dhe me eksperiencën e jetës dhe sot jam këtu ku jam. Pra çdo gjë ne do të lidhemi me shpirtin, por atëre kur askush nuk e pret. E dinte Diana se mbas 57 vjetëve do të zgjohej, do të zbulonte atë që njihet me të vërtet bukuria e jetës, dhe e falenderoj rrugën e prishur në këtë rast dhe marrëdhënien për të cilën dështoj, sepse nuk do ta dija që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës për të jetuar në fuqinë time, dhe kjo është që integrova çdo gjë, zbulova nevojat e mia, dëshirat e mia, të drejtat e mia dhe vendimin. Unë do të dua Dianën dhe unë jetoj me Dianën. Pra,
unë u lidha me dashurin shenjtore. Kjo shenjtore që është zemra ime, kjo mrekulli që më drejtoj, që kam vlerë, dhe vlera është unë jam punëtor i dritës për të shkëlqyer dritën, dhe ju jeni këtu, ju e ndjeni këtë energji optimiste, sepse ky është vizioni i zemrës time, i qartë dhe me vërtetësi, sepse udhiqem nga më i larti, pra nga vetja ime e lartë, nga kjo shenjtore që jam e lidhur me qiellin dhe me tokën, drejt rrugës së madhështisë, se ka dhe një rrugë të bukur të jetës për të hapur zemrën dhe për të lidhur me zemrën, që të gjithë jemi unik dhe që të gjithë na drejton shpirti ku ne i dëristojmë shpirtin. Pjesa e 4, pyetja nga ju, po si ta zbuloj që kam hije. Mësoni e para që të gjithë jeni të ftuar, të jeni të në vëmendjen si jeni, si pasqyrojeni në lidhje, si e pasqyron veten me veten, si e sheh veten në pasqyrë, si e sheh me të tjerët, dhe si e sheh, pra si e pasqyron veten me të tjerët dhe në botë. Ajo që dua t'ju tregoj është në zgjemin tim gjatë rrugës, nuk do marr shumë gjëra sepse unë kam pas trauma, drama e tjera dhe unë i kam dhënë 2-3 vitet e para unë kam folur jashtëzakonisht me shembuj me jetën time. Për këtë t'jeni të sigurt edhe jam krenare sepse në atë kohë unë ushrova me shumë shpirtëror që ishin zgjuar sidomos mbas edhe para koronës, po dhe mbas koronës. Dhe me ndihmën e tyre, kur shkruanin me vërtetësi, unë kështu jam marrë vesh nëpërmjet kanalit YouTube, se shumë gjëra nuk i di. Në fillim më ka ndihmuar djali, sepse ishte koha e koronës dhe punonte në shtëpi dhe vinte ke unë. Dhe ai më ndihmonte, i bënte gjërat, unë i jepja në shqip, ai i bënte pra i më ndihmonte. Sigurisht ai krijoi familjen e vet, është baba, po bëhet për së dyti se po pres nipin, këtë javë po e pres nipin, gjithsesi të kuptoni që është unë e latë ai sigurisht që më ndihmon, por tani ti kushtoj rëndësi nipit dhe mbesës dhe jetës së tij, se në fundit është jeta e tij. Ndërsa unë bëj atë që unë di dhe kam mundësi dhe sigurisht që ndihmohem dhe nga fuqit e larta jashtëtoksore të mençurisë, për atë që marr informacion në këtë shpirt të ndriçuar dhe të mësoni. Nga zgjimi i shpirtit, unë mësova që unë e kisha zemrën të mbyllur. Dhe kjo zemër e mbyllur është edhe si rrjedhoj i asaj që gjatë kohës së fëmirisë tim, nga prindrit e mi, të mrekullueshëm, po për kohën e tyre ata ishin mirë, thoshin Diana, mëso, bëu mirë, bëj më të mirën, puno fort, bëj më të mirën e tjera, bilesa dhe ata na detyroni se ishin të varfër, na merrnin një fëmijë, ishte koha që mblidheshin këto lulet në përpem që bëheshin për bimë mjekësore, për t'i shitur. Pra lini atë si fëmijë, okej, ishte një mrekulli se ishe lidhur, se tani e mësoj me shpirtin që ishin lidhur me natyrën. Po nuk na pëlqente, sepse ishim edhe ne me atë egon. Pra i kishim krijuar atë që donim. Ishte ajo adoleshenca jonë, kërkonim lirin tonë dhe kjo është në këtë kohë, por ishte me atë që ne shikonim nga të tjerët, gjithsesi. Ajo që kuptova është që nëna ime ishte e fortë dhe këtë karakter të nënës e mora dhe unë. Dhe ajo që kupton nga ngëzimi i shpirtit nëna ime ishte lënduar dhe këtë karakter e mora dhe unë. Dhe unë si ajo që nuk ma dha dashurinë se nuk dinte ta jepte, se dhe ajo nuk e mori, nuk e dhash aso dhe unë ke djalim. Por çfarë i dash djalit tim? Djalit tim nuk i mungonte asnjë gjë, ishte i lirë, ka shëtitur gjithë botën, sinqerisht, këtë nuk njeh. Por ajo që kuptova me zimin e shpirtit ishte që nuk ishte dashuria e vërtet, hynore, ndërsa tani sigurisht që po ja jap, është një mrekulli, është një bekim dhe saj që takoj me djalin tim, bashkoj zemër me zemër. Këtë e kam kështu, e kam të përditshme, i jap zemër dhe është i mrekullueshëm, pavarësisht nuk mund të gënjej, nuk është si jam unë. Por ai është e kupton, pra e ndjen, dhe atë që thot është po mam, unë i shoh se e bën atë me shoqërinë e vet. Unë e shoh që perspektiva është çfarë ti po flet. Pra më kupton se unë flas shumë me të. Okej, në lidhje me prindrit e mi, kam nga babai atë që nuk gjykoja dhe nuk kritikoja. Pra, por të tjerët, por veten e bëja, pse? Sepse ishte ajo që unë i thosha vetes, por pse tregova të vërtetën? Atë e lëndova,
Domethënë kjo ishte ajo që e bëja vete, nuk bëra mirë. Po është hije, pra është hije, nuk bëra mirë, gjykoja veten. Okej, ndërsa nëna e fort dhe në këtë rast dhe unë grua karrieriste, pra gjithashtu më tepër botës së materjes. Gjithsesi, unë i pranoj këto gjëra, i kam pranuar dhe tani jam para jush, jam që jap me altruiste, pra me dashuri pa kushte, se e ndjej në brendësi, në thellësi të zemrës time, që edhe kur isha në momentin që isha në vështirësi, ndjeva që si unë që vuaj, unë do t'i ndihmoj, dhe kjo është që në 26 shkurt të 2021-shit, unë dola me videon e parë, unë jam kush unë jam, dhe ju jeni kush ju doni të jeni. Pra, në zgjimin e shpirtit është që kuptova që të gjithë ne, në qoftë se do të rrim të lënduar, ne do të tërheqim lëndime, dhe në qoftë se ne fillojmë të pranojmë veten që jemi komplet, ne jemi të dashur, dhe mbi të gjitha shpirti na do më shumë se askush, të kuptoni që duke ndjekur shpirtin, shpirti nuk gjykon, shpirti nuk kritikon, dhe kjo është që unë arrita të ndjek shpirtin tim dhe hap pas hapi sot jam këtu ku jam. Tjetër është, ne na vinë emocione, jeni të vëmendshëm me emocionet, këto mund të jenë me shkak, mund të jenë dhe spontane, dhe në këto kohë janë më shumë spontane. Ju vinë çuditeni, ndoshta ngrihen nga gjumi dhe çuditeni çfarë po ndodh me ty mendërisht ose fizikisht, pra simptoma nga më të ndryshme e të tjera. Apo dhimbje shpirtërore e tjerë. Mësoni, kur ju vinë këto, si reagoni dhe ndërkohë të shihni çfarë emocione, kush janë ato emocione që ju shkaktojnë ju, kudo që të jeni në çdo marrëdhënie, që ju shkaktojnë stres, që ju sjellin që ndjeni që nuk jeni mirë, pra jeni të vëmendshëm, sepse është energjia e mrekullueshme e shekullit, për të cilën jo vetëm nga afati i shekullit 21 që po ndihmohemi që të shkëputemi nga karma e vjetër, por është dhe energjia e pastër që frekuencat e larta kanë zbritur në tokë dhe po ndriçojnë dritën e vërtetësisë së jetës, dhe në këtë rast si ta kuptoni. Pra si reagoni dhe si janë emocionet tuaja. Le të themi që ti je me partnerin tuaj dhe po shkoni në një festë, nuk ka rëndësi çfarë feste. Dhe në atë shet që partneri juaj po flet me një grua. Në qoftë se ju në moment ndjeni xhelozi, atëre kjo është hija juaj, jeni të vëmendshëm, pra reagimi dhe kush është ky emocion? Okej, reagimi është që ti po reagon me xhelozi, dhe emocioni është xhelozi. Mësoni që gjatë kohës të procesit të zgjimit tuaj, pra që hyni në brendësi, shpirti, nëse ju pyesni që nga vjen kjo pra xhelozi, shpirti do ja sjellë, dhe atë që do i sjellë shpirti do i tregojë që ju keni, nëse dëgjoni shpirtin, është që do ju tregoj që ju keni frikë se mos humni marrëdhënien. Por nëse dëgjoni mendjen, çfarë thot mendja? Budallaqe, idiote. Çfarë është kjo xhelozi? Foli me dikë, s'ka në gjë. Pra si thua ti nuk e pranon që je xheloze. Dhe në këtë rast kritikon, po kritikën e bën egua. Prandaj që të gjithë jeni të ftuar të lidheni me veten tuaj, se këto mora këtë raste, këto hije i keni ju, hijet janë nga më të ndryshme. Pra që të gjithë ndoshta gjykoni veten pse rriqëndroni së mur, ndoshta gjykoni veten që ke një marrëdhënie për të cilën e kupton që nuk shkon, po përsëri në atë marrëdhënie dhe sigurisht edhe kur e kupton kjo është hija se nuk e pranon, pra ndërkohë që e di, po nuk e pranon, vazhdon, ti e zjeron dhe si jeton me një marrëdhënie që vazhdon si macja me njun, qoftë dhe për gjërat vogla, pa le pastaj për ekstreme, për të cilën nuk arrini të bashkëpunoni ose të bisedoni. Pra gjithsesi nuk ju them të bisedoni në momentin që jeni në një marrëdhënie sidomos toksike që janë se mundet të keni njerëz për të cilën janë toksik, dhe këta janë që janë mendërisht dhe emocionalisht nuk ndjejnë, ata nuk duan veten e tyre, do ju duan ju, ata nuk lejojnë të diskutojnë se nuk e kuptojnë, pra janë komplet, si thua, ndryshe mendojnë nga ajo që bëjnë, dhe kjo është, jeni të vëmendshëm se ka dhe njerëz që mendojnë se janë, po ka dhe njerëz që me të vërtet mendojnë sepse janë me të vërtet. Por ju që jeni në këto debate, pra në këto me hijet,
është që jeni të lënduar, prandaj është ftesa që të lidheni dhe të ndjeni çfarë emocionesh ju sjell shpirti juaj. Tjetër janë zakonet dhe modelet. Jeni të vëmendshëm se shpirti juaj ja u sjell shpesh. Dhe në qofë se ja u sjell shpesh, do të thotë kjo është hija. Prandaj, sidomos këto hije janë në marrëdhënie me të tjerët, sepse ne me të tjerët ne kemi humbur veten. Dhe humbja e vetes është pavartësi dhe ne kemi jetuar me pavartësi, me dy fytyra. Prandaj është që të lidheni me veten tuaj për të zbuluar me të vërtetë atë që shpirti ju sjell në lidhje me zakonet, në lidhje me modelet, që ti pranoni dhe ndërkohë të filloni të krijoni gjërat që ju bëjnë ju mirë, pra të krijoni mendimet, fjalët, zakonet, sjelljet që ju bëjnë ju mirë, kujt ju bën mirë në këtë moment që ju drejton shpirti. Prandaj kuptoni se për sa kohë ju do të jetoni në pavartësi, ju keni humbur veten. Pyetja është, që do t'ju ndihmoj me këtë, është bëheni meditar. 3 pyetje. Pyetja e parë, cila pjesë e vetes time nuk më pëlqen? Cila pjesë e vetes time është që unë gjykoj? Cila pjesë e vetes time është që kam frikë? Pra këto meditar. Ulu në çdo kohë, je me veten tënde, dhe qëndrosh, garabit në qoftë se nuk e përgjigje, por ulu me veten tënde dhe t'jeni të sigurt se ju ndihmojnë, ju nuk jeni vetëm, dhe në këtë rast dhe do t'ju ndihmoj me disa hapa se si të veproni. E para do të vendosni qëllim. Qëllimi është që na mbron, si ai diamanti që ju mbroni është dhe qëllimi i shpirtit. Qëllimi i shpirtit do të thotë që ju doni të liroheni nga hijet, sepse prandaj po gjoni këtë, ju doni të integroni, pra nevojat tuaja, dëshirat tuaja, të drejtën tuaj dhe të merrni vendim dhe t'i bashkoni. Mësoni që sa më shumë ne të lidhemi me brendësinë e vetes tonë, çdo ditë me veten tonë, duke i dhënë, nuk thot njeri të rini me orë të tëra. 5 minuta, 10 minuta, aq më shumë, ju do të lidheni me shpirtin tuaj, sepse bëhet zakoni juaj. Dhe duke përdorur dhe frymëmarrjen, disa frymëmarrje, ju lidheni me shpirtin. Pra meditimet janë nga format më të ndryshme, është higjiena e shpirtit, është e vazhdueshme, si higjienën e trupit, apo atë që kujdeseni çdo ditë nga pamja jashtme, është dhe higjiena e shpirtit. Mësoni që duke vazhduar këtë rrugëtim, ju do të dilni nga tunelizi në dritë. E dyta është, ju lutem, lerini mos i kundërshtoni emocionet që ju dalin në sipërfaqe. Pra, çfarë dolloj që ju sjell shpirti, pranojini. Lejojini të jenë, pranojini, njihni, falni veten se shërojni, falni veten të tjerët se lirojni, pavarësisht se keni ju gabim, pavarësisht se kanë të tjerët gabim, ne jemi që njerëzore, nuk jemi perfekt, ne nga gabimet mësojmë, dhe ju jeni për të mësuar këto gabime. Jepi mirësi, jepi dashuri, se e ke këtë, hape zemrën, bëhe me zemër, jepe. Një nga mrekullitë që unë fillova rrugën timin e shpirtit në kohën më të vështirë ishte, në kohën që unë isha ndar, as 3 muaj, unë e dija kur e kishte ditëlindjen ex-partneri, sepse kam një 30 vjet martesë. Ajo që unë i thash, ishte shpirti gëzuar ditëlindjen. O Zot, as vetë nuk e di, do me të mendo shpirti, po në qoftë se do isha me ego do thoshte, budaqe. A i të shkatëroj, a i të bëri, por shpirti, unë sigurisht i dorëzova shpirtit, dhe kjo është jam sot. Hapa sapi edhe se kam pengesa, unë ju besova shpirtit tim, kur unë besova parazimit, por nuk dija si të punoja, jo tani që mezimin e shpirtit është një bekim, e kësaj rrugë të prishur që më solli këtu ku jam sot për të jetuar me vërtetësi jetën. Pra shpirti kërkon të jetoj me vërtetësi, dhe vërtetësia është nuk është humbje e vetes, është mrekullia për të jetuar me këtë dashuri hynore në veten tonë. Dashuria hynore është që ne plotësojmë nevojat me njëri tjetrin, nuk plotësoj nevojat me qiellin e mendshëm, nuk plotësoj nevojat me tokën mam, por unë qëndroj në veten time, nuk kam nevojë për dikë, por unë gjithçka në këtë univers të bollshëm ekziston dhe këtë e jep zemra hynore. Ndërkohë është kuptoni që duke mos i kundërshtuar këto, ju jeni të vëmendshëm, të mos gjykoni, të mos kritikoni. Pse jeni të vëmendshëm? Shënim, ndërkohë që jeni me shpirtin ego,
ego hijet në ju kritikojnë. Pra ndaj kujdes në lidhje me hijet që ju vinë. Pra kujdes jeni të vëmendshëm. Gjykimi nuk e bën shpirti, siç u tregova rastin, e bën mendja kritike, ego kritike, se është kritike. Dhe kujdesen, qofse vazhdoni kështu, ju jo vetëm që nuk i lironi këto, çlironi energjit, hijet, të integroni, të bashkoni, por ju e zjeroni. Prandaj pranoni të mirat dhe të metat tuaja. Shembulli që tregova me femrën, pra xhelozen, qofse ju pyesni pra shpirtin tuaj, po me shpirtin, siç e tregova, shpirti ju thot ke frikë nga humbja e marrëdhënies, ndërsa me egon, çfarë thot ego? Ego thot ti e budallaqe, ti e kështu, pse je xheloze? Pra nuk e pranon. Pra jeni të vëmendshëm, këtë shembull. Pranojni gjërat, sepse çdo gjë që ne kemi bërë ishte afatikor dhe çdo gjë ndodh. Por ne tani në këtë moment nuk kemi pse gjykojmë, po të ndjejmë shpirtin tonë, se shpirti nuk gjykon, nuk kritikon dhe të ecim përpara. Tjetër, ne do të bëjmë punë me jetët e kaluara. Pse? Sepse ju tregova, për sa kohë ne kemi marrëdhënie me të tjerët, ne humbim veten, sepse ashtu ishte afatikor, por që kemi edhe këto gjëra, jo vetëm nga jetët e kaluara, por edhe nga eksperienca e jetës tonë. Pra me të tjerët ne kemi humbur veten, dhe jo vetëm me të tjerët, po ne u përshtatëm me të tjerët, ne humbëm dhe veten tonë. Pra që tuash si me të tjerët, si me veten, ne humbëm veten tonë. Prandaj ne do të vazhdojmë të ndjekim të gjitha modelet apo varësit apo zakonet që kemi për të vazhduar tani për të bërë ato ku na drejton shpirti me qëllim që të krijojmë kush na kënaq ne ta ndjekim. Dhe kjo bën që duke u liruar çdo lloj hije që ne kemi, jo vetëm që të çlirojmë energji, por ne arrim të kuptojmë të lirojmë edhe nga frika, dhe duke u liruar nga frika ne krijojmë veten tonë të vërtet kush ne jemi. Pra kthejmë fuqinë tonë. Tjetër do të merrni pamje nga familja juaj i hershme. Për këtë do t'i jap disa pyetje. Pyetja e parë, mbajni shënim, është: a isha unë komplet i planuar? Pra qop nga prindrit, qop nga shoqëria, nga marrëdhënia, pra a isha unë komplet i planuar? Pyetja e dytë, çfarë pritej nga unë? Dhe pyetja e tretë, cilat ishin sjelljet e gjykimet nga prindrit e mi, për të cilën nuk pranoheshin si a ideali që u tregova, që pse qanë si të mi. Pra që të gjithë, ose çfarë pritej nga ju, që ishte pyetja, pritej që të punoni fort. Pra të jesh vetvetja, mundësisht të shtysh të tjerët, ta mbash vendin e punës, të mbash marrëdhëniet, dhe nëse nuk shkon mirë, pa po ju ndihmoj në këtë prizë. Ashtu sikurse edhe a keni qenë të planuar që në kohë. Për shembull, unë jo se mua nuk më doni prindrit e mi, por ata nuk dinin ta jepnin dashurinë, dhe tjetër nuk bëm kufin sepse nuk i dinim. Pra në një farë mënyrë isha e lirë. Unë u planova nga ata e lirë, por ajo që më bëri është që duke mos vënë kufin, unë humba veten. Pra mi të vëmendshëm. Në këtë rast të kuptoni që të gjithë ju jo vetëm që do i mbani meditar, por do të përdorni këtë mantër që do t'ju ndihmoj të vazhdoni të çlirojeni nga jetë. E para, i dashur këtë rrisni, që të gjithë jeni unik, Zot, univers, ëngjëj, shpirtin tuaj, nënën tuaj të tjera. Është qëllimi im të shëroj të gjitha hijet dhe t'i sjell në dritë sipas ditarit tim, që unë shkruajta dhe unë ndjeva. Unë i pranoj dhe i sjell që të gjitha këto në dritë, duke integruar dhe bashkuar. Faleminderit. Pra që do të thotë, ju jeni gati, dhe kjo mrekulli, jo vetëm që ju çliron nga jetë, por duke u çliruar nga jetë, ju do të arrini të lironi fëmijët tuaj të mbytur, që do të gjeni dhuntin dhe talentin tuaj. Pra në qoftë se ju jeni gati në lidhje me punën me fëmijën tuaj të hershme. Tjetër, në qoftë se ju e keni arritur dhe e ndjeni që fëmija luani si fëmijë, dhe e ndjeni, por nuk jeni të sigurt dhe nuk dini se çfarë doni të bëni në këtë jetë, meni përsëri në ditar dhe kthejeni përgjigje deri atëherë sa ju më të vërtetën. Pyetja është: nëse nuk kam frikë,
çfarë do të bëj në këtë jetë. Dhe sigurisht, duke e bërë meditar dhe do të uleni në meditim, për të hapur zemrën tuaj, duke u qetësuar, duke të rrisur Zotin në universi, në ëngjëjt, mjeshtra, në, djanë, këtë doni, që duke ullur të ndjeni për pyetjen, nëse unë nuk kam frikë. Çfarë më këshillon të bëj një jetë? Dhe ju do të merrni përgjigje, sepse ju nuk jeni vetëm. Kjo është pak a shumë video që të kuptoni që është një pjesë pra jetë që ne të lidhemi për të ecur në rrjedhën e jetës së ndryshimeve kozmike, në frekuencë, pra me një mendje të qartë dhe në vibrimet tona, me një zemër të hapur, me qartësi dhe me besim, duke e ditur që udhëhiqemi që të gjithë nga fuqia hyjnore, nga ky univers i bollshëm, që jeta është në këtë tokë dhe ne jemi krijesa të krijesës për të krijuar me njëri tjetrin me zemër të hapur, të bashkuar me qëllim që jeta të vazhdojë në lehtësi, jo me botën e materjes, por me botën e zemrës që na bën lehtësira në lidhje me sëmundjen, në lidhje me krizat, në lidhje me urinë dhe këto gjëra, sepse kur unë nderoj trupin tim, unë kam nderuar dhe tokën mam, kujdesem për tokën mam, kujdesem për gjithçka, dhe si qielli, si toka janë në ekuilibër, në barazi, pra si dielli, si ana, si energjia maskullore, femërore, si koka, si shpirti. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.